Vetë protesta e djeshme organizuar nga platforma Liria ka emër. Gjithë ai popull që ka vërshu në Prishtinë, në atë kohë të ftoftë me bordha nga pak me shi, bën me dije që qytetari i Republikës Kosovës është për një drejtësi të gjykatës speciale ndaj krerëve të UÇK-s. Ne të gjithë e kemi frikën që ajo gjykatë të merr vendime politike, sepse në qoftë se bazohet në prokurori, në dëshmitë e prokurorisë, atëherë i bie që ata pas 90 ditësh apo sa kanë afatin e caktuar do të vinë në shtëpi. Por ne të gjithë kemi frikë sepse ashtu çish është ndërtu si gjykatë politike, e kemi frikën e vendimeve politike. Prandaj qytetari i Kosovës ja ka bë me dije gjykatës dhe botës demokratike se Republika e Kosovës është duke e pa çka është duke ndodhur në gjykatën speciale. Prandaj kërkojmë vetëm drejtësi, dhe drejtësia sigurisht që do të jetë në anën e ushtrisë kombëtare. Vetë emërtimi UÇK i bie që ajo ushtri ka qenë ushtri e krijuar për me çliru një vend, dhe jo për me okupu dhe me uzurpu vende tjera. Prandaj këtë duhet ta kenë parasysh gjyqtarët, sepse për prokurori e dim sepse tha edhe avokati arbër më përpara. Për prokurori e dim, ajo është organ akuze dhe ajo duhet me arsyetu akuzat e veta dhe duhet me kërku 45 e 100 vjet për një njeri burg. Por nuk do të